Atëherë, në fakt, intervista është duke qenë që para pak ditësh, Aurontare kishte bërë një denoncim në lidhje me kanionin e Langaricës me përvijimin e punimeve, që në fakt betonizimi kishte shkuar edhe shumë më tej sepse është denoncuar edhe më parë edhe nga ju edhe nga aktivistë të tjerë, pjesa që në momentin që u lancua edhe projekti në fakt për punimet aty, por që në fakt tani betonizimi kishte shkuar në një nivel tjetër dhe ishte ngritur edhe shqetësimi. Në postimet e tij kryeministri Rama në fakt e ka paraqitur si një projekt transformues dhe mund të na jepni ju disa nga pika pse nuk duheshin bërë këto ndërhyrje në një zonë që në fakt është monument kulture, monument natyre i kategorisë së tretë ndjes. Ai ishte një projekt transformues, nuk i heq asnjë pikë, asnjë presi, është absolutisht transformues, madje shumë transformues. Sepse praktikisht transformon natyrën, ato ekosistemin natyror në një park rekreativ që do shkonte për shtat, një park urban, ju lishte të zakonshme që ne kemi në për qytetet tona, në ato pak qytete që kanë mbetur. Kështu që ai është një projekt transformues patjetër. Por a është në vendin e duhur, a është kundrejt dhe në respektim të rregullave të ruajtjes natyrës? Absolutisht që jo. Kanioni i Langaricës, në gjithë gjatësinë e tij, është një monument natyre, pjesë të rrjetit kombëtar të zonave të mbrojtura dhe si tillë duhet mbrojtur edhe menaxhuar konform ligjit për zonat të mbrojtura, po edhe planeve të menaxhimit që aplikohen. Ka ana tjetër, kanioni i Langaricës dhe lumi i Langaricës, aty ku shtrihet është gjithashtu pjesë e Parkut Kombëtar Bredhi Otovës Dangëlli, pra, është duhet të them është 2 herë i mbrojtur. Një herë si pjesë e Parkut Kombëtar Bredhi Otovës Dangëlli dhe një herë vetë kanioni si monument natyre. Ndërkohë që edhe ura në fund të kanionit është gjithashtu një monument kulture. Dhe patjetër që nuk mund të lidhet betoni që hedhim anash duke krijuar ato pishinat e vogla me ujëra termale, në fund betoni, po mund t'i lidhesh me strukturën e gurt që ka vetura. Pra në gjykimin estetik po flasim. Në gjykimin estetik ai është mirë me ato gurt që nëse kishte nevojë për ndërhyrje, po, patjetër që edhe mund kishte nevojë për ndërhyrje minimaliste me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimit edhe të përdorimit më të mirë të funksionit të ujërave termale, por jo në këtë lloj forme. Ky është gjykimi im. Patjetër mund të bëheshin në harmoni me natyrën edhe njësitë e tjera që janë në shërbim të ujërave termale, ne kam fjalën këtu për njësi të vogla shërbimi që mund të tregtoheshin, shiteshin ato prodhimet artizanale, bimët aromatiko-mjekësore të zonës, po edhe tualetet ku njerëzit të shkonin të ndroheshin. Pra, këto lloj ndërhyrje patjetër që mirë i bënin edhe i rrisnin edhe më shumë funksionalitetin. Por ndërhyrja aty ka nisur në gjithë gjatësinë e lumit, pra që pjesa e parkimit që ka hapur një shesh shumë i madh parkimi, pastaj gjithë disiplinimi i shtratit të Langaricës deri tek ka parkimi, po themi deri tek ura e Katiu, gjithë zona në të djathtë të lumit, e cila gjithashtu është shndruar padyshim në një park që i shkon më shumë një parku bashkiak, një parku qyteti se sa një zonë natyrore, dhe deri tek banjat e famshme apo ujëra termale, të cilat në atë lloj mënyre që janë transformuar nuk shkojnë as në ana estetike, as në ana praktike, po themi, e funksionimit të tyre, duke ngritur ato digat me beton. Kështu që kjo është faza post, po themi, ajo që do shohim ne pasi punimet të kenë mbaruar. Por ndërkohë dhe në fazën e ndërtimit, patjetër që ka një sër problematikash të cilat ne kemi ngritur shqetësimin. Nuk edhe sikur këto punime të bëheshin në këtë formë që janë planifikuar të bëhen, nuk mundet që mënyra për të arritur te kjo formë të jetë ajo çfarë ne shohim, eskavator me makineri të rënda, futur në shtratin e lumit, krijon një dëmtim të jashtëzakonshëm të habitateve lumore aty, po edhe të gjallësave që jetojnë në lum. Pra, i kam fjalën që edhe nëse do të duhej të bëheshin me beton ato banjat, nuk mund të bëheshin me ekskavator. Mund të gjejë një mënyrë
më pak e dëmshme se sa ajo çfarë ne shohim. A ishin në fakt, po themi, juve tha që ishin të domosdoshme, por a duheshin bërë tani në këto momente pa një projekt të mirë fill, domethënë të mirë studiuar në... Jo, unë nuk thash ishin të domosdoshme. Jo, domethënë e thash, jo, po thoja që okej, të nevojshme. Infrastruktura mbështetëse minimaliste mund të ishin të nevojshme për të rritur funksionalitetin dhe për të arritur më mirë qëllimi i përdorimit, po themi, të banjave termale. Mund të ishte, po jo se ishte e domosdoshme. Për të jemi të qartë. Por patjetër që duhet të bëheshin konform një projekti i cili do të duhet të merrte në konsiderat dhe shqetësimet mjedisore dhe shqetësimet estetike. Patjetër, kjo është ajo mënyrë të përmbledhur që do të. E qartë. Në fakt, mund të rëndisni disa nga vlerat natyrore të kanjonit, që si nga ana ekologjike, flora, fauna, dhe përse ka një vlerë kaq të madhe, që në fakt edhe të ndërgjegjësojmë sadopak publikun, edhe mbase që të ketë edhe një reagim për mënyrën që nëse ka diçka që mund të kthehet mbrapsht nga ajo çfarë është bërë deri tani, të ketë edhe një reagim pak më masiv se sa thjesht në nivele specialistësh që i dinë më mirë vlerat. Shiko, kanjoni i Langaricës ka një arsye pse shpallet monument natyre. Pra, monument natyre është një pjesë e ekosistemit natyror, e cila shfaq ca karakteristika të veçanta, qoftë nga pikpamja gjeologjike, dhe ne këtu kemi geomonumentet, siç është rasti i kanjonit Langaricës, që praktikisht është një kanjon i thellë, i ngushtë, është rreth 7 kilometra i gjatë, po është ka ato vlerat estetike, po themi më tepër, që kur vete e viziton është ai peizazhi i kanjonit që thua wow, dhe kjo është e para. E dyta pastaj ka dhe vlerat të tjera nga pikpamja e biodiversitetit. Kanjonet nuk janë formacione që gjenden ngadon në natyrë, e kam fjalën. Dhe si të tilla patjetër që kanë ca karakteristika fiziko-kimike të veçanta, çka pastaj lejojnë edhe vendosjen e llojeve të veçanta. Pra, janë lloje të cilat janë hijedashse, duke marrë parasysh që kanjoni ka fjalën për bimët, duke marrë parasysh që kanjoni aty mund të kenë shumë pak minuta, shumë pak orë që dielli depërton dhe zonat caktuara nuk depërton asnjëherë. Pra, në këto lloj formacionesh, në këto lloj kushtesh, vendoset patjetër një biot apo një biodiversitet krejt i veçantë. Dhe kjo fillon që nga algat, po themi, që janë të parat në zinxhirin apo në rrjetën ushqimore, dhe deri tek bimët dhe tek shpendët, të cilat gjithashtu gjejnë stre. Pra janë tipa të veçanta habitatesh, të cilat pastaj mundsojnë vendosjen e llojeve të saktuara. Pra, ka vlerat e peizazhit, ka vlerat e ruajtjes së biodiversitetit, dhe patjetër që kanë vlerat estetike, vlerat e rekreacionit, të cilat duhet ose mund të vihen në shërbim të njeriut për vizitë në kanjon, për të ecur për gjatë kanjonit e tjerë. Pra, ka disa vlera të kësaj natyre, prandaj edhe shpallet. Dhe në rastin konkret është një geomonument. Gjashtë me këto janë edhe hidromonumentet, burimet karstike, siç është kundin syri kaltër apo ujëzdi në kulturë, apo edhe biomonumentet që mund të jenë drur të vjetër. Përgjithsisht ne kemi Rapin, janë disa zona ku ka rrete shumë të vjetër, të cilat shpallen edhe biomonumente. Dhe në këtë aspekt, kjo është arsye pse duhet mbrojtur, duhet promovuar, patjetër duhet edhe shijuar, por jo që të bëjmë këto lloj ndërhyrjesh kaq devastante, kaq agresive, të cilat në fund të ditës thjesht i zvogëlojnë pikërisht këto vlera. Po, edhe në fakt është harxuar edhe një vlerë konsiderueshme që janë 195 milion lekë në fakt nga buxheti i shtetit, sepse është financimi i qeverisë shqiptare. Dhe fokusi i saj është vetëm është bazuar vetëm te zgjerimi, po themi, i numrit të vizitorëve, dhe me aq sa informacion ka rreth arsyes të ndërhyrjeve
që mund të jenë të nevojshme patjetër, po janë vetëm të bazuara te kjo te nevoja për më shumë vizitorë, domethënë dhe nuk është parë asnjëherë më tej se sa kjo pjesë. Dhe në fakt tani unë personalisht po ndjej një keqardhje që janë harxuar 195 milion lekë për të bërë një betonizim as pak në harmoni me natyrën, as pak domethënë e mirë studiuar. Nuk e di nëse ka diçka tjetër për të thënë në lidhje me më shumë se sa thatë ju për atë pjesën për mënyrën e ndërhyrjeve, se tani këtu po flas edhe pak si aktiviste, në fakt se më interesoi çështjet e natyrës, po është shumë më dhembi pak kur e pash, domethënë si shifër, ishte pak e rëndë. Unë nuk kuptoj, po unë nuk jam ekspert ekonomie dhe e kuptoj. Shifra, as nuk jam në gjendje të them që vërtet ajo ndërhyrje bën aq para apo më pak apo më shumë. Dhe nuk jam edhe kundër investimeve në funksion të zhvillimit, të turizmit, të tërheqjes së sa më shumë vizitorëve etj. Por kur ne shpallim zonat të mbrojtura, qëllimi i parë primar përse këto zona shpallen për të ruajtur natyrën. Nuk është funksioni primar zhvillimi qoftë edhe i turizmit. Në rastin konkret, masivizimit të tij, e cila në fakt nuk shkon përshtat me zonat e mbrojtura. Zonat e mbrojtura nuk kanë qëllim masivizimin e turizmit me synim maksimizimin e fitimit. Zonat e mbrojtura kanë qëllim përdorimin me kritere dhe me nikoqirillëk, po e them kështu nga jugu mesiter, të burimeve natyrore në funksion të gjenerimit të disa të ardhurave të cilat shkojnë mandej pastaj për përmirësimin e menaxhimit të vetë zonës së mbrojtur apo në ndikimin në ekonominë lokale të komuniteteve të zonës. Kjo është, ndërsa nga ky nuk është se përfiton njeri këtu edhe sikur nga masivizimi i banjave të bëndës. Çfarë do të thotë ajo? Pra, ngjashëm me këtë janë gjitha zonat e mbrojtura që ne flasim sot janë pikërisht në këtë kërcënim për shkak të mos kuptimit të arsyes sepse shpallen të zonat e mbrojtura. Dhe kjo është për të ardhur keq, por mos kuptimi vjen nga vetë shteti, i cili ka detyrën që t'i shpallë dhe ka pastaj përgjegjësi që të garantojnë mbrojtjen dhe menaxhimin efektiv të tyre, sepse këto zona të mbrojtura në fakt nuk i takojnë as atyre përmetarëve që jetojnë aty, as ne që jetojnë këtu në Tiranë, po takojnë atyre që nuk kanë ardhur akoma. Dhe ne kemi përgjegjësi që t'i lëmë ashtu siç kemi trashëguar. Po, në fakt edhe një problematik tjetër që haset në projekte të tilla, në raste të tilla janë edhe mungesa e dëgjesave. Nuk e di më sa e njihni ju se kam parë, domethënë që keni bërë edhe reagime për media të tjera. Më sa e njihni ju çështjen, janë bërë dëgjesa më herët me banorët ose për t'u vënë atyre përpara të themi avantazhe, disavantazhet e kësaj ndërhyrje, po themi, se është Shiko se e kuptova, po kjo puna e dëgjesave varet kush e bën dëgjesën e parë dhe varet se si stisë dëgjesën dhe besoria fare është që në fund të ditës dëgjesa nuk ka forcë vendimarrëse. Pra, nëse dëgjesën e bën zhvilluesi dhe paraqet gjithë projektin që do të zbatohet si një rënje nga qielli të gjithë të mirave, patjetër që dëgjesa e humbet funksionin, pra, nëse nuk ka një oponencë, e kam fjalën. E dyta, edhe dëgjesa varet se me cilët bëhet. Pra, bëhet me njerëz që arrin t'i kuptojnë vlerat e natyrës, konceptet e ruajtjes së natyrës etj, apo bëhet ashtu sa për të thënë siç bëhen në dom dëgjesat. Dhe në fundit fare, edhe sikur dëgjesa të bëhet konform, edhe sikur të ketë debat, në fund të ditës dëgjesa nuk është se ka ndonjë forcë vendimarrëse dhe ne kemi parë këtë gjë. Pra mund të dëgjohesh, mund të merresh shënimet ato që i tha, dhe në fund të ditës projekti zhvillohet ashtu siç është parashikuar që në fillim. Dhe këtu e humbet atë koncepti. Nga ana tjetër edhe thikme dy presta është kjo pjesa e dëgjesave, pastaj sepse dëgjesat në përgjithësi edhe në teori e kanë fjalën nganjëherë zbërthejnë më së miri, po themi atë parimin
parimin universal të demokracisë që votat e 2 të pa diturve, po themi, vlen më shumë se vota 1 të diturit. Kështu që është një çik risk. Këtu ka nevojë për zbërthim të projektit që në fazat e hershme, diskutim, oponenca teknike me grupet e interesit, me ata që merren me këtë gjë dhe patjetër edhe benefitet që do sjell në komunitet. Sepse ndryshe pastaj pra nuk pati, as me grupet e interesit, nuk pati asnjë lloj, nuk ju ftoi njeri, po e kam fjalën. Ne jemi organizatë që merremi me mbrojtjen e natyrës, nuk është se na ka ardhur ndonjë ftesë për këtë gjë, por dua ta theksoj këtë gjë që edhe nëse nuk na ka ardhur ndonjë ftesë, nuk është fundi i botës, e kam fjalën. Mjafton që ftesa të vende atyre që merren pikërisht me analizimin e këtyre lloj projekte. Nuk dua që të them ftesë në erdhin e ftesa projekti nuk bën. Projekti mund të ishte shumë i mirë edhe nëse nuk do ftoheshim ne. Jo, unë e kisha më shumë për të nxjerrë këtë pjesën që ishte me konsultim të gjerë, ishte u ftuan ekspert, u pan interesat Në të jemi time jo, ne nuk është jemi jo. E qartë. Por nuk duhet të bëj përgjithësi me këtu as aludim. Jo, se mund të ketë patur të ftuar të tjerë dhe mund të dalin që të thonë që ishim, por që... Po. Duke qenë që në fakt ekspertët që njihen për çështjet e mjedisit dhe organizatat numëron me gishtat e dorës që janë vërtet aktive, prandaj ju pyeta për këtë pjesën, sepse nëse nuk jeni ju, nëse nuk janë edhe 2-3 organizata të tjera, atëherë ta shpjegova kjo puna e gjësave, kështu është. I qartë. Tani përveç juve në fakt i rënditët edhe më herët që cilat ishin problemet që ju shihni edhe mund të rëndisni pak edhe një herë kështu me pika, domethënë cilat mund të ishin disa nga mënyrat rehabilituese ose mënyrat të ndërhyrjes, mënyrat më të mira të ndërhyrjes në atë zonë. Domethënë u bë në këtë mënyrë tani me betonizim, me mjete të rënda me këto, por që jemi pak më Po shpjegova, ajo nuk ishte keq ashtu siç ishte. Pra me ato pllakat e gurit, rastat e gurit, të vendosura njëra mbi tjetrën, edhe uji dilte edhe nga ato, edhe nga sipër tyre, edhe sedimentet fillonin të lëvizin, sepse betoni ka për t'i bllokuar sedimentet, ato do mbushen. Me një herë me sedimente. Dhe uji lëviz dhe më natyrshëm, ashtu uji ngelet, në vend të dalë vetëm nga sipër. Te pjesa e banjave, unë them që qenë okay ashtu siç qenë, mund të ndërhyej tek banjat që janë brenda kanionit, po në këtë lloj forme, ashtu siç është banja e madhe aty poshtë, në pjesën e poshtë me 9 majt, po themi të kanionit. Pra të ndërtoheshin ato lloj struktura si ajo. Dhe praktikisht ishin banja e Prifit që është aty në fund fare pastaj në thellësi. Ajo ishte goxha mirë, besoj në rregull me ato që unë mendoj. Ajo që ishte që do duhej ndoshta pastaj të bëhej në kuadër të këtij projekti, me qenë se ishte një nismë e tillë, të bëhej kjo që unë thash, pjesa e sigurimit të kësaj infrastrukturës mbështetëse. Pra, ti krijojë një hapësirë atyre banorëve që duan të shesin, që e kanë pas më përpara, duan të shesin këto produktet e tyre lokale, të krijojë një hapësirë apo 2 apo 3 hapësira në varësi se ku janë të lokalizuara banjat, ku njerëzit të mund të ndroheshin, shkonin aty me rroba të ndroheshin, të hynin në një formë tualeti, po themi. Të krijojë një hapësirë tjetër për rekreacion, një hapësirë kampingu jashtë pjesës së kanionit, patjetër. Dhe këto lloj gjërash, po pa beton, pa makineri, pa ekskavator, se nuk i duan këto ndërhyrjes, nuk ka nevojë për të bërë gjithë projekt të madh me kaq shumë makina e me kaq shumë para. E qartë. Sepse në fakt janë edhe zona që, siç e tham, kanë edhe vlera edhe kanë domethënë mënyra të veçanta ndërtimi dhe duke ndërhyrë kështu pa një plan, më shumë i dëmtojmë se sa i përmirësojmë patjetër. Kush duhet të mbajë në fakt përgjegjësi për atë që ka nisur të bëhet dhe që po vijon të bëhet aty? Dhe ju si organizata do ndërmerrni mbase një hap ligjor, siç ka ndodhur për shembull për raste të tjera që kanë shkuar edhe deri në gjykatë ose
Për këtë pjesën e hapit ligjor nuk di të them në këto momente, po përgjegjësia është e qartë, po ai që është zhvilluesi, shteti është përgjegjës këtu. Dhe merr mirati pastaj strukturat që kanë qenë pjesë ideatorëve, nismëtarëve, mbështetësve, përfituesve, zhvilluesve, se gjitha institucionet shtetërore nisën që nga Ministria e Kulturës, e Turizmit, e Mjedisit, sepse besoj patjetër i kanë dhënë edhe ato opinionin e tyre, deri te zhvilluesi që është Fondi Shqiptar i Zhvillimit, praktikisht qeveria, sepse nga xhepi i qeverisë është ai, bashkia që mund të jetë aty përgjegjësa, apo edhe administrata e zonave të mbrojtura e qarkut Gjirokastrës në rastin konkret, apo edhe Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, sepse flasim këtu që është një zonë e mbrojtur. Pra të gjithë mund të jenë nga pak përgjegjës, por kjo duhet parë në secilën hall të projektit, cila ka qenë, po themi, përgjegjësia e tyre.